Problemi janë kemi mbi një javë që nuk kemi drita. Fikën në 8 të mëngjesit edhe vinë 6 mbasdite. Flitet që do vazhdoj ky problematik deri në data 4. Po nuk e di, nëse është normale kjo gjëja apo jo. Po është shumë e vështirë sepse nuk është puna se s'kemi vetëm drita, nëse ikin dritat ne s'kemi as ujë. Kjo është problemi më i madh. Se s'ka ujë fare. Fëmijë të vegjël kemi, po çfarë do përballosh, nuk e di çfarë të them. Ja të pyesim dhe banorët e tjerë që janë gjithë këtu. Po bëhen punime, kemi qenë edhe tek drejtori kjo sheja, po bëhen punime thon. Po unë nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj se si mund të bësh punime edhe të fikësh një komunitet tër pa drita, nuk arrit ta kuptoj. Po unë nuk di njoftim, nuk kam marrë njoftim, nuk e di a kanë njoftuar nëpër media apo jo, nuk e di. Sa familje preken? Preken shumë familje preken. Nuk e di sa 300 shtëpi. 300 shtëpi pas çdo zona e mjekësit andaj. Përveç Fushmretit 300 shtëpi. Kemi kaq kohë. Që ka hyrë sistemi, lagja jon nuk ka drita. Ndërprer një herë të fryn shkumi, fidri 7 stakohet. Kjo ka ngel vetëm prej një familjari aty, se kur hyri sistemi 20 kV në Elbasan e Fushmret, këtu gabina jon nuk u bën se nuk e lejoi një qytetar, se kishte frikë çdo gabinë. Po kjo u bën nga firma private, nuk u bën nga firma në ndërmarrje elektrike. Se po dish ndërmarrje elektrike merresh me shtet e ne ja zgjerin venat i zotnis. Ne kemi kaq kohë. Unë i bëj thirrje vetë kaq, kryenxhinierit, drejtorit elektrikut, kryenxhieri jo mirë, kam punuar gjithë ato vite atje. Kjo punë duhet bën urgjentisht vjet boksi ke gabina erore ushdisë suaj. Pra po thoni që mund ta kjo mund zgjidhet brenda 4 orë 5 orëve. I vendosur boksi i të lidhet kabut. Kaq, ja po është po themi gjithë ditën. Po ne kemi kaq kohë, vdiqem i lallama. Sa ngrim nga gjumi ikin drita, s'po hip dot në banjo ma, u qelbëm. Se dhe ujtin e kemi me pompa. S'ka ujë të rreshëm. Kaq kisha, i bëj thirrje kryenxhinierit edhe kjo i sjell të gjitha, sepse e para herë janë shkel shumë të drejta bazike të njerëzve. E drejta e parë është e drejta për ushqim. Unë kam fëmijë të vegjël në familje dhe gjitha këto zonja mbrapa kanë nga një bep në shtëpi. Supozohet që do qumër, supozohet që ka temperaturë, ujë s'ka, drita s'ka. Ikën këto të gjitha, e para për të ngrënë, për të pirë me radhë. Po një që ka të smur në shtëpi, iku dhe kjo. Po tjetra që mund prishet frigoriferin, prishet kondicionerin, prishet gjitha gjërat me radhë, kush mi paguan? Kjo është situata. Ndoshta ky rast ju duket shumë sporadik, ndoshta është shumë normale sepse nuk ngrihen njerëzit e tjerë. Po nuk është normale. Ne do bëjmë dhe denoncime të tjera dhe denoncime në të gjitha portalet e mundshme që të rregullohet situata. Sa ditë keni, sepse deri në datë kjo është java e dytë. Minimumi supozohet do merret një njoftim. Do thoni ju çfarë do bëni me njoftimin? Po të marrim masa dhe ne. Të heqim mishin nga frigoriferi, të heqim perimet, largohemi, të jetojmë si njerëz. Absolutisht jo. Nëse bëhen njoftimet mund bëhen në grupe sociale midis punonjësve të organit përkatës, por te ne jo. Është depresion. Është shumë e vështirë. Siç e tha zotëria, mungon mundësia për të shkuar në tualet. Çfarë do bëjmë? Kemi 2 javë pa drita. Edhe thot deri në datë 4, vinë gjithë ditën. Pin birra, landat shicini me pa blej birrat se blen ke ky edhe i pin se kanë me orë pune. E kanë me ditë, kur ti det qefi fillojnë, kur ti det qefi e nalojnë. Jemi me fëmijë të vogël, do marrim tasin dorë, do shkojmë bëjmë ushqimin kjo komshit, vetëm lia jonë. Edhe kanë thënë që i fikim vetë për siguri se ne nuk kemi punë me lijen e juj. I mesi qysh do bëhet puna nuk e di, se ne nuk qohemi me fol. Sa familje preken? Gjysma lagjes tonë, deri atje poshtë në fermë, është gjithë lia jonë. Edhe s'është veç e para, po gjithmonë dritat tonë na fiken. Cila është apeli që ju përcjellin sta thirrje? Po përcjellin dum drita me motor, frigoriferet u shkatarrun, televizorat u shkatarrun. Qa i kile mishi e marri me fusin frigorifer dhe i prishet. Kjo është, me fëmijë të vogël jemi në shtëpi, fiku ditën, fiku natën, fiku ditën, fiku natën, s'merret vesh kene. I mesi qysh do bëhet puna jonë nuk e di. Me që keni ardhur ju, sot që keni ardhur juve, kanë ardhur dritat. I mori nusja me në telefon se do shtë të fusim lavatrice me robe, nuk i fikim sot, tha, dhe i fikim në ora 5 minuta, tha, dhe i bim prap. Jo kanë marrë vesh se erdhën dritat prap.
Kanë marrë veshje me men që keni ardhur ju edhe kanë ardhur dritat. I me se qysha puna, inshallah zgjidhni punë juve. Të gjitha, që janë gjana frigoriferike, që nga bulmetat, nga mishnat, nga birat, në gjitha. Përpëllari, shu. Absolut në qelë. Kërë të bin, i bin, kërë të bin. Qa da ashtu, do hiqet betë. Vajti nuk ka shtet. Kjo, I baroj. Do të shodat ke Angjove. produkte ushqimore? Për momentin Deri jo, të po të ato gati prisin, jemi. mo. Për momentin jo. Po gati jemi. Zgjidhja. Nuk e Pasur di. raste të kësaj lloji natyre edhe më herët? Ka, kjo është linja më e dobët për qenë. Për këtë zonë, për këtë lagje, kjo është linja më e dobët, që e probleme. Kjo është e gjithë. Ma të epës të them. Problemi e këtu. Si lagje, jemi vetëm në më të persekutumit që kur e ka bavë dëlgjaja. Asfaltin, ai asfalt. A ne nga ne nuk ka asfalt. Se ndodh që jeni më të Se jemi demokratja i zëqpia më të hepër, edhe nuk ka shanse që t'i bajnë. T'i vish, vene popi nuk ka. Hajde shikojti aty, nga atje linja a myllë. Ne kemi telin e kanë ba, po prej njanit aty nuk lëndë. Sot mos me prish murin, o lale, jepja leke, prisha murin, vej aty. Po jo, vetëm nga kjo, vetëm kotë të demokracisë anë shtru kjo rrugë. A ne nga ne ja, pse jemi 20 sa shtëpia, jemi vetëm se jemi të djathtë. Edhe s'kemi për të kësy sa të kemi jetën. Faleminderit.